ka pas shumë debate, ka pas shumë shikueshmëri, ka pas shumë çka i cili program, do me thonë, firma Web3 ka sjell në ekranet shqiptare, kështu që për të diskutu për finalen dhe për finalistët, do ta kemi Egzon Avdia, i cili është në një lidhje direkte edhe mirëpresim kështu virtualisht. Mirëmëngjes, Egzon. Kemi Egzonin. Mirëmëngjes. Edhe për qindritin. A jeni mirë? Mirë, faleminderit shumë që gjen kohë gjithmonë për ne, Egzon, për diskutu çdo temë që e kemi bashkarisht. Kënaqësi si gjithmonë me të pas në këtë inkuadrim të drejtë për drejtë. Lutëm bardha kënaqësia është e jemja, edhe pse po e shoh ndritje pak o kaftof si pas ka ndryshuar edhe zoni. E vërtet, ka qenë një zjafet. Ka fillu sezoni dasma, kështu që po mbahemi. Po te qyshe, Egzon, nuk kemi dëgju më ti. Me ty se mi dëgjumate, me lindriti nuk ka kohë që se mi dëgjumuna me thonë një 2 javë, dërsa mirë shumë, ta sezona verët, angazhime tjera, po ja kalojmë, apet mirë. Super, po shkuam tek finalja, kemi diskutu për disa muaj bashkë edhe firma Web3, në fakt, nesër ka edhe finalin e madhe ku njëri prej 5 finalistëve pritet ta merr titullin e fituesit e këtij edicionit. Fillimisht dua të ndalem te ti për ta përshkruar si rrugtim firma Web3. Si të duk si edicion, ka qenë një revolucion ndryshe prej 2 edicioneve të tjera apo ngjashme me ato 2 tjerat? Bardha që se marri të boni krahasim me 2 firmat e tjera, fakt që me ardhjen e Arbanës vetëm si prezantuese pritin një ndryshim goxha shumë i madh, pastaj mos flasim edhe për pjesën e produksionit apo regjisë, të cilën ajo për kraj ka dhe bashkëshorte dhe mund ta them se janë një ekip e mrekullueshme. Fakt që firma Web3 ishte pak më ndryshe se sa 2 të tjerat, edhe pse filloi shumë fuqishëm furishëm, mirë po mund të them se nga mesi apo nga fundi pak uzbet. Tashi, a mund të themi se njerëzit nuk janë adaptuar me ambiente të tilla si të firma Vipit, apo ndoshta edhe pse koha ka filluar me u nxehet, në njëjtën kohë ishim shumë pranë botrorit edhe fokusi ishte diku tjetër, po muna me thonë se pak të fundi ishte rami, edhe pse gjë e cila është e kuptueshme pothuajse në gjitha reality show-t që ndodhen në Kosovë në Shqipëri. Po pse pati këtë zbeje firma Vipi, me qenë si që the edhe ti në fillim, startet i ka pas ideale, me prezantuese Arbana Osmani me një produksion komplet tjetër. Pse filloi me kohë të zbeje interesimi i publikut për një edicion të tillë kaq të rrallë mbase? Filloi fuqishëm, mbasi duke pas parasysh sepse është një format pak më ndryshe, duke pas parasysh pastaj si ishte edhe Arbana aty. Që se flasim për firma Vipin, ne si publik nuk është se mi mësuar me një ambient që është aq i hapur siç ai i firma Vipit. Në këtë rast konkret që kemi, muna me thonë se neve po e shohim se vështërsitë fillojnë që nga prezantuesja e kalojnë deri tek produksioni, kur vjen puna e realizimit të sfidave, kur vjen puna e realizimit të një surprize, sepse hapësirat janë shumë të ndara dhe dini se live kjo kushton. Kushton me kohë, kushton me minutazh, edhe shohim se ndonjëherë përputhshmëria nuk është aq e madhe siç realizohet në show pothuajse të njëjtë siç janë Big Brother, sepse gjithaj ke me kompakt, një ambient shumë të afërt ka shi njëri tjetrit. Ne jemi shumë kryesisht në fasën shumë afërt. Derisa po bëhet një surprizë, diçka tjetër po del, edhe kështu që banorët nuk po janë të pranishëm, është pak e ftofje edhe në prime që po na krijohet. Edhe përkundër asaj se ka shumë aktivitete. Pastaj duan punëtore, duan produksion ata në vete, se përket pjesës që realizon sfidat. Po, cili ka qenë momenti që është komentuar më shumë të gjatë këtij edicionit, Egzon? Patjetër që ka pas shumë momente, kjo firmë ka filluar vetëm pastaj me prezencën e Mimoza Ahmetit aty, ndërsa momenti që është diskutuar më shumë padyshim është pjesa që do të mbetet e paharruar tek gjithë nga firma Web3 që përket pjesës së Olës, momenti kur u dërtua Arbanës me shprehje. Po kush ka qenë befasia kulminante e këtij edicioni të tretë të firma Web? Egzon sipas këndvështrimit tënd natyrisht gjithmonë. Si kush ka qenë dhe një lutem? Befasia më e madhe. Muna me thonë se publiku varësinë më të madhe e kam pas tek pjesa e mozës. Ishte diçka pak më ndryshe, ndoshta nuk ishte nga ata banorët apo nga ato personazhet tipik klasik të një reality show që i mësuar të shohim në për reality show, kështu që ajo solli diçka pak më ndryshe sepse nuk është se përdori një strategji konkrete, nuk është se bëri bashkëpunime, në fakt ishte udhëtar sa të dush mbrapa vetes, po këtë lojë boni vetëm deri në fund. Kështu që mund të them se varësia më e madhe që populli ju dedikua firmës gjatë gjithë kësaj periudhe
një plus edhe një merit shumë të madhe ka Mimoza Ahmetin. Kështu që dash zotit kemi sa më shumë personazhe të tilla të cilët shfaqen edhe janë pranishëm në ekran. Po dëshpërimi apo dështimi i këtij edicionit Exon kush ka qenë? Dështimi i këtij edicionit ka pas shumë personazhe dhe kryesisht dështimet ndodhin nga ato personazhe të cilët ne as nuk i kemi njohur dhe në fakt vinë dhe shfaqen si VIP, pastaj dalin krejt me një këndvështrim tjetër sepse rrugtimi i tyre nuk është se merr ashtu. Domethënë, ne si popull përgjithësi e kemi këtë se ne i kemi prishmëri shumë të mëdha, ndërsa për vonë jepim shumë pak. Dështim për mendimin tim mund të jetë pjesa e Ilirit, shfaqja e tij prapë në një reality show dhe të njëjtën kohë, me gjithë respektin që e kam për ta si këngëtare, mund na më thonë Jonida Maliqi dhe Soni Malaj. Sepse prisja një qëndrim më të gjatë Jonida Maliqit, mund të them se shitja dhe në finalit se i përket pjesës karakterit të cilin e kishte, ndërsa Soni Malaj po përfundon ferma dhe nuk është se kam pa diçka veçangana e saj gjatë këtyre 3 muajve gati. Pikërisht vetë se janë shpall edhe finalistët, cilët janë Soni, Moza, Iliri, Visi dhe Bujaka. Kush mendon që prej këtyre do të shpallet fituesi? Unë kam përshtypjen se ai posti final do të ndahet mes Visit dhe Mozës. Visi ka fituar një popularitet goxha të madhe, një simpati shumë të madhe të njerëzve, ka treguar një karakter krejt të ndryshëm e gjatë, e cila nuk është se vlerësohet shumë në reality show, po sidoqë që tek firma VIP e kam vlerësuar. Kështu që më mërmenja se momenti final do të jetë mes Visit dhe Mozës dhe padyshim se fituesja do të jetë Moza. Nuk ka diskutim, kjo është gjë e ditur. Në fakt edhe gjithë banorët e tjerë din, po në momentin kur e din kur është fituesi, kam përshtypjen se çdo kush pastaj lufton vetëm për të qëndruar sa më afër fituesit. Një fitues i fortë apo një banor i fortë brenda një reality show i bën edhe lojtarët e tjerë të fortë. Në momentin kur nuk kemi një fitues sigurt nga mesi e tutje, ta dim se ai reality show për syrin tim është dështim. Po në mesin e këtyre 5 finalistëve Exon kush nuk e meritoi fare finalen? Them vërtetën me respektin maksimal si djaloshe për gjitha xhanat, ju falenderoj shumë, ndoshta ka pasur shumë vota edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, nga këndvështrimi im si gazetar, mund me thonë se jo që se meritoj, po duke u nisur nga pjesa artikulimit të strategjinë të cilën e ka përdorur për krah Mozës ka arrit deri në finale është Bujaka. Unë nuk e di pse ngulin kaq shumë kohë për me prek një finale e cila mund të them se nuk është edhe shumë meritore, çka po të vyn tek e fundit e finale. Kështu që e them me sinqeritetin më të madh, Bujaka nuk është se e ka merituar, Iliri nuk është se e ka merituar, dikun nuk e ka merituar edhe Soni. Çfarë befasirash do të ketë në këtë finale? E kemi pa një herë që një dron Sonit i pat ardh nga Flori. Mendon që do të jetë Jo, po 300 sash. 300. Mendon që do të jetë një befasi tjetër për Sonin, ndoshta një prezencë e Florit? Nuk ma mërmenja mund m'ja bo një surprizë, po asnjëherë nuk ma mërmenja që mund me pru ata në këndvështrimin e Love Story që jemi mësu të shohim në për finale, sepse kam përshtypjen se Flori është nga personazhet i cili është rrit në ekran edhe nuk është se e do vëmendjen e një 15-20 minutit të një firma VIP-it apo çfarë do qoftë reality tjetër show. Kjo finale e pam që po bëhet një përgatitje goxha e madhe, po bëhet një skenë gjigante më duket në hapësirat e jashtme. Thash, firma VIP është një vend me një hapësirë shumë të madhe dhe është shumë e komplikuar si format për të realizuar, se duhesh me qenë shumë i fuqishëm i përgatitur me muaj të tonë për me rrjedh gjithçka ashtu siç duhet. Po sidoqë ka qenë ndryshim sepse më mësu pak a shumë dhe ka thyer tabun e reality show-ve që i kemi pas. Çka nëse këndon Flori, nëse jo si surprizë për Sonin vjen për të përfumuar në finalen e madhe të firmës Exon? Unë po thamë edhe nëse vjen, asnjëherë nuk ka mërmenje se mund me shfrytëzuar në kontekstin për mja dediku Sonit ekstra. Okej, mund të marr si një ftuar special për to, po asnjëherë për me shpreh ndjenja për këtë më mëse i sigurt, mbase pak a shumë edhe i njoft i parë të Florit, të cilat i ka në përditshmërinë e tij, kështu që ndoshta mund të jetë një befasi e cila i dedikohet, po asnjëherë në këndvështrimin që për një shpreh një dashuri. Faleminderit. Se ka pas emra të tjerë të cilët kërkoj shumë ndjes që unë kam menduar se janë meritor për finale, përkundër asaj që një pjesë e madhe e publikut nuk kanë qenë dakord që Sara të jetë finaliste, po sidoqë të jetë gjithmonë atë këndvështrimin tim duke pasur që ka dhënë atë shtëpi, ka qenë meritore për me qenë ajo në mesin e finalistave. Një gjatë tjetër e cila më ka shqetësuar pak të gjysmë finale është edhe pjesa e përgjedhjes së Visit, sepse unë kam prit që Visi do dalë i dyti i votuari nga publiku, doli Bujaka dhe Visi shkoi në finale nga sfida e cila u realizua.
kështu që nuk është shumë comfortable, muna me thonë nuk është shumë e rehatshme momenti kur ti e din që përmes një sfide dhe nuk shkove në finale përmes votave. Paka shumë ishte shqetësimi më i madh sepse ishte një banor që e meritante ti thuaj emrin nga votat e publikut. Këto janë befasirat të cilat sjellin edhe këto spektakle, kështu që faleminderit shumë Exon për të gjitha opinionet që na dhe, të shohim se si do të shkojë edhe finalja e këtij edicioni. Faleminderit, sukses në bashkësi edhe juve, edhe një apel për gjithë reality show-t, ka koha mo që me marrë personazhe thjeshta, mos me marrë VIP, po e shohim se pe VIP-ve nuk është se po den ndonjë gjë, kemi me qindra mira personazhe për dishmërinë tonë të cilët mund ta sillin show, edhe ndoshta jemi më kurioz për me ditë jetën edhe të kaluar të nëse sa të VIP-ve tanë që kemi momentalisht. Të shohim nëse kjo kritike jotja do të zbatohet në formatin e ardhshëm që do të vi firma Web Katëshën. Faleminderit Exon se gjithmonë për prezencën tënde edhe në këtë formë online. Knaçi. Knaçi ishte imja. Ditën mbarë, tung tung. Faleminderit shumë. E ne shkojmë me pak marketing për të rikthyer me